Era Osmani është një 27 vjeçare nga Korça, e cila është duke përfunduar kursin për drejtimin e mjetit. Ajo shprehet se ka shumë dëshirë të bëhet një shofere e mirë, ndërsa drejtimi një automjeti është edhe mjaft i nevojshëm për të dhe familjen e saj. Duket se Era është në rrugë të mbar sa i takon drejtimit të mjetit, por nga ana tjetër, ajo shpreh pasiguri kur sheh drejtues të tjerë mjetesh që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, çka në disa raste edhe e frikson. Unë kam dëshirë të ngas makinën dhe është e nevojshme në familjen time. Çfarë të duket gjë më e vështirë? Vështirë si kur makinat e tjera, domethënë hynë ndonjëherë gabimisht, ne jemi fillestare dhe domethënë, po gjithmonë kemi instruktori në krah dhe veprojmë në rregull, domethënë. Po kur hyn ndonjë papritur, ne sikur friksohemi, domethënë, po derisa të mësohemi. Për instruktorin Petrika Kuqali, e rëndësishme është që të rinjt të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor për të shmangur aksidentet. Ai tregon se gabimet më të shumta të kursantëve janë gjatë drejtimit të mjetit në qytet, por edhe gjatë mësimit të parkimit. Të rinjve porosim më shumë të kenë të zbatojnë rregullorin e qarkullimit rrugor, të ecën në qytet, edhe në rrugët jashtë qytetit. Ku gabojnë më shumë të rinjt? Duke mësuar lëvizjen në qytet, gabojnë aty në qytet, duke bërë lëvizje në qytet. Në parkim, se parkimi është pak i vështirë në fillim, sa marrin dorë në parkimin, pastaj stabilizohen gradualisht duke bërë guidën. Këtë javë është java globale e veprimit për sigurinë rrugore, e cila zhvillohet nga data 21 deri më 27 maj. Kjo është një nismë ndërkombëtare e organizuar nga OKB dhe OBSH, që synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe të ulë numrin e aksidenteve dhe fataliteteve në rrugë. Ndaj dhe në këtë kuadër, sipas instruktorit Kuqali, ata që duhet të ndërgjegjësohen më shumë janë drejtuesit e rinj të mjeteve, të cilët duhet të mësojnë të respektojnë të gjitha rregullat e qarkullimit.